Një atmosferë festive prit të bisedorojë në Brigj të Liçenit të Shkodrës, i nisur këtë ende dhe për 3 ditë festa e Liçenit bashkon traditën, natyrën, muzikën dhe argëtimin në një nga zonat më të bukura turistike të qytetit. Aktivitetet do zhvillohen në sheshin e Shirokës dhe do përfshin panajire me produkte vendase, aktivitete sportive, ekspozita kulturore si dhe koncerte hapura për publikun. Në kuadër të festës Dita e Liçenit në Bashkinë Shkodër, ju bëjmë dije që do të organizohet në Shirokë, në qendër të Shirokës. Është një aktivitet 3 ditor, do jetë me i organizuar me sporte ujore, do ketë artizanat, do ketë panajirin e fotografive të shpendë dhe të botës së egër. Gjithashtu në darkë ditën e parë do ketë cirkon kombëtar, që është i ftuar për të kënaqur të gjithë fëmijët shkodran dhe jo vetëm. Ditën e dytë, dita fillon me panajirin e artizanatit, gjithashtu dhe me sport ujor, që janë bicikletat në ujë dhe me kanoe. Pastaj në darkë do jetë një koncert shumë i bukur me muzikë qytetare shkodrane, që do jenë këngëtarët e mirënjohur Mukaddes Shanka, do jetë Agim Molla. Gjithashtu është edhe orkestra lëvizëse me 4 anëtarë të saj, që është Mark Ujka, Mark Prendi, Duljem Puka edhe Ermis Pirani, janë djemë shumë të talentuar që do performojnë në qendër Shirokës. Pastaj ditën e shtunë deri në orën 4, pra që nga ora 10 deri në orën 4 do ketë sërish panajiri artizanati, do ketë këto sportet ujore që ju ftojmë të merrni pjesë të gjithë, si dhe xhiro me varka. Për 3 ditë me radhë, ky aktivitet kthen vëmendjen nga zona Shirokës dhe Liçeni i Shkodrës.